Drejtuesi politik I qarkut të Korçës I Partisë Socialiste Niko Peleshi ka paraqitur zyrtarisht listën e kësaj force politike për zgjedhjet e 11 majit. Të bën përshtypje futja në listën e sigurt të Romina Kuko dhe Genti Lakollari, emra jo fort të njohur për elektoratin e Juglindjes. Në listën e hapur janë deputetet Eni Zake, Ilir Pendavinji, si dhe ish kandidatët e zgjedhjeve të vitit 2021, Bledi Çomo e Arjan Jauplari, të cilët do të luftojnë fort për të hyrë në parlament. Listën e kandidatëve për deputet për qarkun e Korçës. Qarku I Korçës do të ketë 10 mandate deputeti këtë herë në këto zgjedhje, me formulën e kodit zgjedhor, siç e dini, lista e mbyllur është 30% e listës e numrit total të deputetëve, do të thotë ne kemi 3 deputet në listën e mbyllur, do të jetë Niko Peleshi, Romina Kuko dhe Genti Lakollari. Tani fillojmë me listën e hapur, sipas rendit alfabetik, që mos krijojmë asnjë keq kuptim. Alfons Oldashi është një djalë I ri lindur në 12 shkurt 1998 në Pogradec. Arjan Jauplari është lindur në Korçë në 22 maj 1960, ka një eksperiencë, pra siç e shikoni, ka kandiduar në zgjedhjet e kaluara në 2021 dhe ka marrë një numër të konsiderueshëm votash. Besa Spao ka lindur në 3 dhjetor 1987 në Korçë. Sot është në kryetare e Bashkisë së Korçës, ka kandiduar edhe në listën e Bashkisë së Tiranës. Bledi Çomo është lindur në 22 qershor 1982 në Pogradec. Bledi Çomo është jurist, avokat, me eksperiencë të gjatë edhe në fushën e avokatisë.